Këtu. Arsimi andaj është se andaj arsimi që shdoni restoranit andaj dhe më thonë. Sot do të përgatitim një peshk, koc, i detit dhe të më thonë ujrave të njemta, do të përgatitim në foli alumini me perime. Kështu që po e presim peshkun me në arda, shku me marra. Prite Skenderben. Me dhe kemi prit me dal vera, tash do të me bo diçka të verës, qatë thot mishi. Moni me atë lëhet, fluturoj, peshku. Zilën që ka fluturu erde i këto, që kjo peshku këtës, i pastrum, pak vend bardh, bujoni, langu i peshkut. Të do bujon, këtë janë bujona po, bujon peshku, bujon vici, bujon pulle, bujon perimeve. Në kjo është lang i peshkut. Perime dhe më thonë, pak, kungullesh, patligjan, edhe finok, limoni si zakonisht, vaj u liri, të i t'i kumbo kalablak që është, edhe folin. Për me bo që të folin, duhet me qenë folia shumë atrash se që kjo. Se kjo duhet me hije, me dalje, me dhe të kërkëfor. Po dojna me bo 2-3 palsh. Që me trash pak, mushë me trash. To se kom provu kur, që po ju kalzoj drejt, që to po e provoj. Qa do të bëhet nuk e di, diçka do të bëhet. Se zgjeta si folije trash. Po, që to qështu. Shto let në lëshojnë uvën qështu. Qështu, që kjo qështu, edhe tash te kryposën pikës fari. Limon shtrydhur. Qëtë limonin shtrydhur, mujna qëtë mjallon. Osh, sa si bërë. Edhe pak vend bërë, po jo shumë ketë pak që është, edhe mrena, na mujna me bo edhe pa vend bërë. Po, peja bëjmë sjona se duke del pak me mirë. Vajnë e ullirit kur qysh mos të harrojmë, që është, kja trusëm dhe që të mrena pak. Edhe që kjo është veç i gatshëm. Qa pa i bojmë tash? Që to tash pa i bojmë dy qysh qështu. Ti prejme edhe pak dhe perime qështu. Po pak jo shumë. Qështu. Qëtë finokun të dojmë, të jekën shtatë të dojmë për gjysë. Edhe qëtë farë kungullishe që qështu. Këtu muj mishti edhe domate, muj mishti perime qka na bjen spet, se që pas mini domate qëtu, pe prejme edhe pak domate, që qështu, e që është djetë domatja.
Alo nuk ju ndalë domatit tona. Qështu. Edhe tash dojna me palu që të mush. Prakisht e lëshojmë furrën në 200 gradë. Këto për marëm që është. Taze. Qështë? Tash. Qëto dojna me mshel, qysh me mshel? Unë e shtrojës disa leshtë. Tash dojna me mshel tash qështu. Dojna me mshel në 2-3 qysh e këna shtru poshtë qashtu do të një shtru edhe nalë. Qështu. 3 pashtë. Qështu sperroke se gjeta tjetër. Qështu tash. Qëto, na tash e mshelim qështu. Të dyat bashkë. E qështu i mshelim. Edhe knena qashtu, njëjtë njëvojmë. Qështu. Ku e kemë to? Qështu. Edhe këto qështu, njëjtë njëvojmë. Ndërko, qëto perime qesin, hena nena e knena katë mujmë. Qështu. Ja lom qelë qëtë pjesë që knena. Ja shtojmë pak vend edhe pak bujon. Eshte rëtullojmë atë qështu. Se makala e kemë qështu, se dhe prerin e kemë qështu. Qështu. Ja shtojmë pak vend qështu. Dhe qojmë pak qështu. Qështu mësna pak bujon. Qashtu. Edhe ta shto e fështjema. Mos prejshëm dhe qka. Qështu. Edhe këto e futëm dhe qështu. Ose mujme edhe me rëtullu, po e futëm dhe qështu. Fur! Gjysore gjithë qysh. Dhe erin 14 minuta. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule. Presim mishin dhe skuqim. Për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam përgatim. Te ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. E pritëm tash gjysore, edhe të këshyrim qysh e kem. Këtë farë, mashallah i koftë. Mashallah i koftë. Ka bo të lumbac, këtë, si ballak. Mirë koka. Më thonë si ka dalë ajri kur kun heq, mirë e kemi shtyp, mirë e kemi kep. Tash, edhe me unë gjitë, s'ka kanë gjitë. Tash, qështë. Na bof mirë.